Janë publikuar pamjet e kamerave të sigurisë brenda zyrave të postës shqiptare në Durrës dhe lëvizjes së dyshuara të parave në këtë filial. Në pamje shihet ish shefja e financës me iniciale VD në postën e Durrësit, duke lëvizur me një qese të zezë ku brenda ka para. Këto para dyshohet se merreshin nga arka dhe dërgoheshin në zyrën e ish drejtoreshës Elizabeta Mataja në kundërshtim me procedurat e parashikuara. Kujtojmë se lidhur me skandalin e përvetësimit të parave nga fondet e pensioneve dhe ndihmës ekonomike për qytetarët e Durrësit, janë arrestuar ish drejtoresha Mataj së bashku me ish shefen e financës dhe arkëtaren. Ata dyshohen për shkelje detyre dhe abuzim në vlera monetare. Dyshohet se në fondin e postës mungon shuma prej 700.000 eurosh, por nuk është përjashtuar mundësia që shuma të jetë dhe më e madhe. Pritet që prokuroria të dalë me një reagim zyrtar mbi hetimet.